Tek Imam Buhari, Ubadet e Ibn Samit tregon, thot doli një ditë, thot profeti alayhi salatu wassalam, që t'i fliste shokëve tij dhe t'i tregonte më shumë rreth natës Kadrit. Dhe aty pari i gjeti dy vetë të cilët konfliktoheshin me njëri tjetrin dhe kishin një debat të ndezur. Futet profeti alayhi salatu wassalam me gjithë shpirt dhe me gjithë prezencën e tij që të shuaj konfliktin dhe bëri çmos që ata t'i qetësoj dhe t'i ndajnë nga njëri tjetri. Dhe kur shkon tek shokët e tij mbasi kishte mbaruar këtë qëllim, pra që i ndau dhe i qetësoi dy vëllezërit të cilët po merreshin me njëri tjetrin dhe po konfliktoheshin, takon shokët e tij dhe i thot: Allahu xhelleshanu më mësoi dijen e natës Kadrit, se kur është nata e Kadrit, ama thot konflikti që unë imagjino me gjithë qenjen e tij ishte fut që të shunte konfliktin, ama thot angazhimi me këto, thot Zoti ma hoqi prap dijen e natës Kadrit, harrova, thot Zoti ma hoqi prap, thot dijen e natës Kadrit. Imagjinon se çfarë bën përçarja, imagjinon se çfarë bën e keqja, imagjinon se çfarë bën mëkati edhe se çfarë bën gjunahu midis besimtarëve. Ti mendon se po bën një mëkat ose një gjuna dhe nuk ka lidhje, po sa e sa të mira, sa e sa bereqete, sa e sa begati mund të t'i fshijë ty Allahu xheleshanu me atë mëkat që bën.